ne hajmë mëngjes komplet familjen në shtëpi dhe secili del në punën e vet. Por fillon në 6, në orat 8 zakonisht jam në Prishtinë në zyre, ose mundohen atje para punëtorëve, se punëtorët ka njëherë mirë, kur mirë është me di që shefi ju vjen para kohën në zyre. Edhe momentin kur vim në zyre, i marrim detyrat tona, e marrim një takim të shpejt, qoftë dikun 20 deri 30 minuta, secili prej stafit tonë merr detyrat e veta, po njashtu edhe unë të mia. Dhe atëherë dal në terren, i kryjm takimet tona, por ne dim se kur fillon dita, po kursi dim se kur mbaron. Unë po mendoj secili biznesmen në Kosovë, nuk mendoj që ka orë që thotë unë e filloj në ora 7 dhe mbaroj në ora 5, tradhtë janë ata. Sidomos ne jo që jemi bizneset të mesme, por shkak se ne po do të me punu jashtëzakonisht shumë dhe unë tham që ndoshta punoj 15 orë, 16, 17, 20 orë në ditë. Shpeshherë më ka ndodhur me punu tërë ditën në Kosovë, jam nis natën për rrugë sepse kam pas takim të nesër në Austri, kam udhëtu ton natën. Kur kam rrinë në Austri, jam fut në hotel, kam bën një tush, e kam rrugë garderobën dhe kam shku me minuta në takim në Austri, domethënë që i ka ra, kam punu 30 orë, 40 orë pa nga prej. Edhe kjo më ka ndodhur shpeshherë, për shkak se ju thash edhe një herë se nuk është e lehtë me qenë me ushtru biznes në Kosovë, edhe kjo më ka dosh patjetër, sepse u dosh në gjitha pikat me qenë lehtë. Tash ndoshta për mua është pak më lehtë sepse i kam djemt, e kam stafin, po më një kohë kam qenë i vetëm dhe nuk kam pas kuadra që e kanë ditë këtë sektor të mjaftueshëm. Dhe kjo ka qenë pse zotëri Muçi ju ka dashur të punojë ndoshta 24 orë, ndoshta edhe më shumë se 24 orë në ditë.